nuk e përjashtoj mundësinë që edhe vetëvendosja, edhe PDK-ja nuk e përjashtoj mundësinë që mund ta bëjnë një koalicion. Një gjë e tillë nuk do ndodhë. Ka aspekti i gjykatës kushtetuese e spjegove, po në anën tjetër na kemi pa javë e fundit që vetëvendosja ka tentu me pas një marrëveshje politike. Ju ka ofru LDK-s, LDK-ja po thotë jo. Do me thonë, publiku të e po pak edhe që nuk që s'ka një hap për me bo koalicion, po duhen me qenë dy palë. E tash ti ky pedon LDK-n, a ky LDK-ja s'pedon këto. Shka me bo tash? Shka o propozimi jotë, shka me bo? Unë mendoj që propozimi i vetëvendosjes ka qenë korrekt, do të thotë. Po. Ofruan bashkëpunim lidhjes demokratike, por problemi ishte që nuk besoj që zoti Kurthi nuk e di që Lidhja Demokratike ka brenda ka raporte cilat ja kanë pamundësu, do të thotë. Besoj që këtë edhe di një pjesë e opinionit, dhe do të thotë ishte rrethana objektive që mendoj Lidhja Demokratike nuk ishte në pozicionin për ty, sepse mund shkakton të plasaritje. Hapi dytë me qenë? Hapin e dytë e bëri Lidhja Demokratike e Kosovës. Propozoi një qeveri gjithëpërfshirëse. Ja, so hapaj. Ai na kish s'na kish kërkon bre? Me lazim apet zgjedhje apet. Nuk them që na dërgon. Unë pajtohem që. Po neve si qytetarëve çysh na nimon çajo. Unë pajtohem që nuk ka. Tragedie. Unë pajtohem që nuk ka zgjidhje kush i di çfarë. Por nga zgjidhjet e këqija që i kemi në disponim, më duket pak e keqja. A sër zgjidhja e mirë. Nuk po thu që vetëvendosja duhet me shku tjetrit për koalicion. Jo, mundet. Nuk e presh. Jo, mundet po, veç apo thu që duhet as duhet. Unë e pedi që mundet. Jemi në rrafshin politik, politik. Po kombinim është i mundur. Nuk e përjashtoj këtë mundësi, nuk e përjashtoj, ndonse nuk e konsideroj shumë. Ajo çka është shumë e rëndësishme është mi gjetë kushtet e këtyre marrëveshjeve, pra me po. Madje më parë, desha ta përfundoj. Deri vonë kam menduar që asnjëra palë nuk do të arriti bëj numrat. Tani, pas këtij presionit të madh të opinionit për shkak të këtyre takimeve 48-orëshe, këto kanë krijuar situata tre psikologjike në opinion, kanë krijuar irritim. Nuk e përjashtoj mundësinë që edhe vetëvendosja, edhe PDK-ja nuk e përjashtoj mundësinë që mund ta bëjnë një koalicion duke arsyetuar atë me presionin ekzistues të opinionit, me irritimin e opinionit, pastaj me debllokim të fondeve nga ana Bashkimit Evropian, me arsyetimin që gjithashtu duhet një koalicion për shkak të dialogut me Serbinë dhe për shkak të obligimeve tjera ndërkombëtare që i ka Kosova. Kam përshtypjen që është duke u kriju një momentum që atë koalicion nuk e përjashtoj. Më parë kisha përjashtu, kisha thënë është i pamundur, tash nuk them që është i pamundur. Jo, unë po duhet të them lirisht në bazë të asaj që e di edhe po flas kështu shumë me kompetencë. Një gjë e tillë nuk do ndodhë për shkak se lëvizja vetëvendosje ka qenë shumë transparente edhe sa i takon ofertës që ja ka bërë LDK-s. Lëvizja vetëvendosje nuk e sheh. Çfarë oferte keni bë? Për bashkëpunim. Çka? Për bashkëpunim, për koalicion. Sa pozita i keni ofruar? Jo, për koalicion, po ata s'kan dashur as të vinë që të merren vesh për koalicion. Është qartë. Ha? S'është qartë. Jo, hapin. Çfarë keni pozitë? Dëgjoj, hapin bashkëqeverisje. Domethënë koalicion për bashkëqeverisje. Sa ministri, ja, këtu dreqën detoj. Jo, dëgjoj. Pa a ka ndodhur ndonjë veprim është refuzuar me automatizëm, a priori është refuzuar. Edhe tash. Po na e dim se do që këto negociatat. Jo, dëgjoj. E ka lyp Enver, po shkojmë direkt. E ka lyp kryeministrin. Na jep. Jo, po s'mund ta as se ka lyp pas kryeministrin. Madje s'ka dash hiç. Ja, e ka lyp. Ka thonë po shkojmë në qeveri gjithëpërfshirëse edhe PDK-n edhe, domethënë ajo po menon për PDK-n. Që për shkakun koalicioni LDK-ja po menon për PDK-n se po i duket si ka met mbrapa. Nuk e ka atë komoditet atë sepse është partia e tretë. Partisë të parë i ka është lëvizja vetëvendosje e cila e ka po hapin e parë. Po ju thotë jo. Mirë. Ju ka thonë jo, e tash jo mirë, ku doni me shku jo? Po ndëgjoj. E dyti po thotë ju, ti po thu, topi o te jo. LDK-ja ka thonë jo. Topi te jo. Lëvizja vetëvendosje ka 42% të vota. O, e morën vesh. O si ka vota për me bë kryetar në konventin, çka po hapi dytë. Enver, ju ka refuzuar LDK-ja. Ju e dasht ata sy dashtën. Ky opsion ra, çfarë është hapi tash? Ti po thu me PDK-n jo. Për ta kemi
Jo, për këta kemi orë të blokimi për kontrabandimi deputetëve. Pse po i friksohen kontrabandim të deputetëve. E kam fjalën këtu. Nëse për qeveri nuk paska marrëveshje. Se çka ka logjik me u zgjedh parlamenti nëse s'ka Për arsye se edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk mund të shkohet pa u konstituuar parlament. Po s'jeni marrë vesh për me shku në zgjedhje. Jo, po s'jemi marrë vesh. Por edhe sikur të ketë marrëveshje. Nuk mund të shkosh pa u konstituuar parlamenti. Domethënë po sillemi me një rreth për cilin prapë se prapë. Po sillem me një rreth edhe për shkak juve, veç pranoqe edhe për shkak juve. Për shka? Si lider edhe për shkak juve. Lider që keni fituar zgjedhjen. Deputetët e televizjes po votojnë. Sikur mos kishin votuar, sikur mos ta kishin propozuar. Po, so emna, pse s'po vroni emna tjerë, s'po këshirni. Blokem. Mu marrë vesh. Dëgjoj, blokem sipas kësaj logjike do të ishte mos propozimi i asnjë kandidat.